Në pjesën tjetër të emisionit pasi unë dom për pak minuta marketing dhe në vazhdim para se të shkojmë tek kjo pjesë ku do të kemi pra një mori diskutimesh, një mori gjërash për të sjellë tek kjo, por sigurisht në kuadër të fesës të 28 nëntorit. Do të ndalemi fillimisht për një intervistë. Në studio kam tashmë edhe grupin e shajirëve Shemsi Vllahiu, po i përshëndes gjithë, jam shumë e kënaqur realisht që ju kam në studio. Shemsi, mirëmëngjes. Faleminderit dhe ju, mirëmëngjes. Me festa nëntorit. Faleminderit shumë, është Gjemal Duraku, faleminderit gjallë shumë që jeni këto. Adem Berisha, mirëmëngjes, faleminderit që jeni këto. Dhe Burim Hajzeri, mirëmëngjes, faleminderit. Faleminderit për tis. Po e nisi, se po mduket ju kanë ul këtu me i përfaqësu ju sot për me fol para se më janë nis kongës me juve. Po çfarë më bë? Po e nisi me juve. Shemse, si është festa e 28 nëntorit për juve? Qysh e sheh festa? Po unë mas por i përshëndes juve që na kanë dhënë festë edhe jemi orë këtu. Po ashtu një përshëndetje veçantë shkon për gjithë shqiptarët. Për gjithë shqiptarët anën bonka janë, po ashtu edhe një urim i posaçëm shkon për ditëlindjen e Adem Jasharit. Edhe tjetër urim shkon për shërimtarët që i kem në Hokë. Sa ata janë themelues të Shtrisë Shërimtarët Kosovës, edhe morë shqiptarëve ka janë sin mërgim, sin morë botën javarojmë 28 nëntori. Ditën e flamurit. Dhe, Zotë Duraku, nëse flasim për këtë, pra, çfarë ndjenjë është me i këndu ku ju performoni edhe në Oda, ku besoj që mas miri ndjehet kjo historia e shqiptarëve, i ndjenjë kështu edhe këngët kur këndoni, i ndjenjë në shpirt, po thënë. Si është ajo ndjenjë për juve? Zotë Duraku, ose të çmshir, cili doni, po. Hajtë, që janë isja më përni. Po ndjen janë të veçanta për neve. Unë për vete edhe aty ku punoj sot, të mërkurën, do më thonë, të kulla e Liçerit Batllaves, e kemi ngrit flamurin kombëtar bashkë me një adhëtar Beslim Bajraktarin nga Batllava, kemi hypë në analisi që pa men jetë. Kështë thonë të që aty veç me pas mijet e për më në gjitat e naltë, e përshëndes Beslim Bajraktarin nga zemra, sa të valem flamuri, kur shkonin ata unë, mëni me pa të Liçerit Battllaves. Ndjenjat janë të veçanta për neve në këtë ditë flamurit, se shumë kushi e ka dhonë jetën për këtë flamur. Dhe a ka ndonjë këngë që ju e këndoni kështu të Oda, apo cilat janë këngë që kërkohen më shumë për 28 nëntorin? Po, për 28 nëntorin kërkohet më shumë Vallë të Arbrit, Dritë për jetë, po ashtu edhe 6 tetor, 68, e ka këngë flamurit të tjera që këndohen në këtë ditë. Po, dhe sa mendoni që kjo tradita, pra që mblidhemi në Oda, kështu me këtë performanca me çiftilia, me këto, e ka rujt një lloj forme këtë shpirtin e luftës, këto ndjenjat, pra, për çlirimin e vendit? Po, unë mendoj që këtë flamur kombëtar Kosova e ka rujt me vitet tëra. Në gjithë. Edhe që, domethënë tash e kemi edhe flamurin e shtetit Kosovës. E do të më përkull edhe para atina, veç njerë më përkull para ati flamuri, të unën që kem, para këtina do të më përkull 100 herë. As ka në gjena heq. Se po thu kështu? Se po sa derë gjaku për që të flamuri, kanë regjinën i kanë bo lëm, veç që e ka po ku që zë veshëm për shemull, ose pas që po një heq, e ka rri. E ka bo lëm, e na nuk pjadim për mdo këtë vlerën asojna që shkue, edhe pe i harrujmë gjithë ato, e pe bojmë, që shme thonë ty, shkja koha që tash, se kohën e bjen gjinja, se koha konë gjithë njajtë, po nuk bohët shqiptari me Serbë. Kur dhe të qyrdojnë se Serbi nga ka gri, nga ka pri, eskalon gjithë zezë po nga bo. E tashti me i thonë për shamull e bo, se kur Serbi është shumë keqë. Unë për Oda që e për mene, mas shumë të bëni nga keqë për qatë punë, se në Oda nuk kum një, ka i thujnë, po pëjnim media e në televizore, pëjnim edhe në që për mene këtë fjallë shpesh. E nuk është e mirë, ato kësha propozue, edhe kësha lutë nga zemra për hirtë atyne gjithë atyne dëshmurve që në ra për këtë tokë, mos me përsërit atë fjallë. Dhe, Zotri Vllahiu, nëse qëndrojmë të kjo e përmende pra më herët,
sa ka ndru ndër vite nëse flasim për festimin në Oda, sa ka ndru ndër vite si festohet, si shkon atmosfera? Po të ashtë me ndru ka ndru pak, edhe të na ka ndru. Se na për para kemi kënduhe, Gjema ka këndu para meje, shumë ko kë mësus, unë e kë mësus ta, kë ka këndu pa mikrofona, dhe mon pa zërim. Ta shte për morin edhe zërimin, ka ndruhe për një par arsio bo pak ma let, apo këpëtan? Po shkujnë ma let pak zenet, po edhe për u da që pej, po të nësën ti, kohë da edhe në halja kove që shka pos për pora nuk ko. Për pora ko një udë 4 me 4. Dë vetë ishtë rejshin komt, nuk kishin tirë ku mundë, po zonë kuna nuk unike kur kënejke ku nga tori. Ta shty i bëjorët nuk e ngojnë qaqë. Apo këmëtan, nuk e ngojnë tash. Nuk e ngojnë. So, se ju përveç këto të po keni performansa ndryshme dhe vendet ndryshme, ju veç këto, so kësong ndëgjohet tash shem kjo kënga tradicionale? A ka ndru kënga moderne, a ka marrë më shumë vëmendje andej, apo a e nënona është këngë tradicionale? Unë menaj që nuk mundet me jamor folklorit kur. Sa dhe të shkën kënga moderne, edhe ripi, edhe hip-hopi, edhe talavaje, edhe krejt këtu, nuk mund këngën folklorike kur të si kur peni. Që është. Shkën dhejt që më pëkut, e nuk pëkutët hiq, po besh përcuhet që ashtu është kjo folklori. Krejt ta këngëtarë që jenë sëtë në stradë, po flasë për do emna që jenë më shumë, krejt për folklori në orë qëtë e ndollë. Po shko ku pak i financave kanë rru pak, po mirë është. Po, e për këngët patriotike? Po edhe për këngët patriotike dhe më honë, kena na shumë këngëtarë të shquar dhe më honë që kanë, që për shambull e kemi Rifat Berishën. Dhe shambull për bëj krejt këngët e tina mas lufte që jenë këngë, na i këndojmë sot, jo veçune, po krejt, i kemë atjen lap edhe bitin e litin që u këna thonë na, i kemë Shpenadijat e Vlazit Gashi, i kemë shumë këngëtarë njuhër që i kanë modernizu pa këngët, po i kanë në req e i kanë kënu për marak diqka. Dhe a keni ju si grupë Sham, a keni ndonjë rapsodi apo diçka që keni shkru për 29 nëntorin? Që i përgatit një kështu, apo cilat janë ato këngë që i bëni zbashku për me i këndu kur mbohen ndeja apo organizime për këtu festat tilla? Po kem, na bëjmë repertorin dhe më të këngëve para se me shkue, atë që kënuhet. Për shembull, që tash, më na morë neve, më na quen Gjakov, e dim që kënuhet Gjakov. Ndrojnë po me ndrojnë. Po, ndrojnë, se në ndrojnë pej qytetet, pej shotin fshat. Konë do vena, do më honë që ma shumë kanë herën dëgjuhen edhe këngët e vjetra. Veç vjetrat. Apo këpëto, këna të të reja, sa dush, nuk i prejk ata. Konë do vena që i lypin këngë 2 lojsh, po edhe këngët e vjetra, do më honë kanë që pesh. Sa dhe që do jënë konë pak me një, qësh me thonë me një bagaj, që nuk o duh mu këndu heq. Apo këpëtën, se sa konë për të mirë për qatë person që e ka punu atë punë, po jënë këndu, i kanë qitë këngëtarët e vjetar atëhere, na dhëtë me i përsërit. Po, edhe nëse flasim, për këtë në përmenda pra që ju veç që këto në Kosovë jeni edhe jashtë vendet. Shpesh e kom dëgju që thonë, mërgjimtarët e kanë kështu t'janë matë përmallë shumë për Kosovën. E valla orët jenë konë dhe... Sa po du me t'fit pikrisht për ti. Jo, jenë konë dhe që kesh kjo pandemija. Se pej pandemi se kënej ka ndryshu senet e atje. Ka ndru, po valla ka ndru. Nuk janë sikur për para. Se shumë e vërtet është, na sot kena me shku 2 vana, një vend Berlin, një vend Stuttgart, në hartë me gjimen. Sot do t'jeni me performu në Gjermani? Po, në Gjermani, po problemi që ka atje shumë që i ndëgjujnë. Këto kongë, edhe po thëmë që nashta i ndëgjujnë edhe ma shumë se këto që i ndëgjujnë. Se janë ma në mërgimi nuk është i mirë, po edhe pa mërgim na nuk mujë mëre. Po. Nuk mujë pa mërgim, mërgimi është ai që neve na kanë imu për lufte, për gjitha gjarat që jenë kongë këtu. Na, kur vina ata këtu, është kuha e verës, na gëzohem për të ka dhe drejt. Se zgoditëm ka nere hirë, se thëjmë, orët pilionë për Gjermanie, mirë është atë. Po. Që ashtu ja bëjmë.
Janë e sjellin një farë atmosferë krejt ndryshe. Po, shumë ndryshe krejt. E ka një farë molle, ashtu një farë atmosferë ndryshe. Qashtu. Shanë nëse flasim për këtë, cilët janë herojnë apo ngjarjet apo kujt i këndoni më shumë në këto organizime? Po ty për në këto organizime i këndojmë edhe herojve të luftës këtu, po i këndojmë edhe i zbëlletinit e Bajram Currët e Asa Prishtinës e adin rënë, po kuptohet e punë. Unë edhe pare, kur e fillova në fillim thash, kur i me ditindja komandon legendara dhe mjashari e do të mu qua për të gjithmonë e jetë, se po mos të shtaj krye më tërë i kësaj situate që ishëm na, atëhere na nuk ishëm sot këtu. S'kishëm. Ajo konë legendare o mbet për sot të jetë a lavdiqët. A ju ka ndodhë sham do njëherë që me kërku do një musafir diçka të veçantë për me këndu? Do një kongë? Po, vëllaj që aty për që aty unë javë qësë kongë. Që këta e din, sa nuk i thamë nuk e di kongën. Apo këpëtën, ka njerë për do të miknu edhe me amna, njonin e ditë në shak, thashem, pëse tha piknë gjinën e gjallë, njerës dhe gjallë tha piknën. Thash po për kërkëna i kongën. Tha po mës jaknë, thash jo që a di që s'jaknë i kongën nuk shkojta ajo në heqë. Kërkojnë edhe për njerës gjallë, po flasin dhe? Po, për njerës gjallë kërkojnë, që për shalë në notin ako në ditindje, krejt me jam në du me i kënduë. Krejt, që ashtu shkon. Po, dhe qëfar ndjesi është ashtu kur publiku i dënë këto kongë, apo reagimet që vinë pastaj nga publiku për juve? Vëlloj, po nejtë e orë të rritet. A kur nuk ngan, ka njerë e kur nuk ngan, sa të mirë të mënu është me kënduë, këtë është e punë se s'ki vullnet as ti. Edhe na ka njerë, thot të dikush, vëlla për shamull gjim, e shem vëlla mirë u ka dollë sot mirë këni kënue. Po na nuk e ndim në vetën mirë, se nashtë ati ju ka go mirë, po na kur si na mirë vetë, këtë është. Të tënë ditën thuj që vëlla kënë këndu mirë, nuk ke pranojmë na. Edhe për fund të para se me kalu tek performanca me avliru në juve hapsiren për me interpretu kongë të juja, dua me të pytë, se kjo çështja e çiftelisë mendoj që ndër vite edhe është zbej. Nuk kom po të rinj, ose nuk kom dëgju që po dojnë apo merren me çifteli tamam. A është zbej dëshira për mira çiftelisë? Jo, nuk është zbej. Edhe ka edhe të ri. Ka edhe të ri na peshojnë, pe i takojnë edhe më kur shkojna me kënu e dikun. Ka edhe të ri që janë duke kënduar këtë tradit, edhe mu më mërbenja që diku që 8 vjetë, 9, mirë është, nuk është keq. A me heret e konë shumë a keq. Para 10 vjetë që aty, diku 8 vjetë e 10, o konë shumë a keq. Na ka ndodhi na shkua me këndu në sofer aty, kërë na shkua nuk kanë lonë me kënu heq. Ose o du me i kënu 2 kongë që shpejt e shpejt, edhe tashti ndëmohon është më ndryshe. Ma shumë dëgjuhet. Mirë është. Po, dhe me kaq edhe të falenderoj shumë shanë për këtë bisedë, unë po largohem edhe po i lo edhe të ashtu shikues edhe hapësiren të performojnë, edhe që besoj që këto kongë ju ka normali me i dëgju, sidomos kur bëhet fjallë nga personat që i kam këtu sot në studio nuk janë do si do, kanë një histori pas tyre dhe që kur i këndojnë me gjithë shpirt e zamër. Që hapësira për juve. Edhe njëre na mentonin kanalët 10. Krejtë stafit ja urojmë 28 nëntorin. Ditën e flamurit kamtar. Po, dhe para se me shku, nuk e di, nëse kemi Arlindën, e duhet dhe një urim para se me u lidh me Arlindën, për juve, Gjim, një urim për shqiptarët për festën e 28 nëntorit. Faleminderit për juve e kej stafit, urime gjithë shqiptarëve anë e kanë botës. Festa e 28 nëntorit. Faleminderit, shumë. Për juve, Adem, një urim? Po, rime festa. Dhe, burim, në fund? Spolë shëndet dhe mbarësi, e mos të harrujmë të në sakrificë që kanë përjetu ata që ka qenë para neve. Nuk duhet të harrujmë për asyje se mune me pasoja, her pas her. Gjoku i tyre është dritë për neve. Faleminderit shumë. Lidhemi shkurtimisht me Arlindën, e cila është në prekaz, por ka edhe pranë vetës dikë